Mos vall Gjensila thjesht u rrit. Po pra. Pra, ishte ajo Gjensila e vogël se Po ka këtë dalë po shumë e the. vogël në sken 14 vjeç me këngë da dhe me këngët Vespa e të tjerë në bashkëpunim me Ka qenë Vezir shumë e Briti, re, ka qenë shumë e re dhe po nuk ndoshta mund të rri u rrit gjithmonë dhe ashtu. tani i pëlqen të jetë sensuale. Po nuk ka Shiko. si gjë të qenuar sensuale. Jo, nuk po themi që zero. ka diçka të Po mos qenit ndoshta tani është sensuale. vetëm sensuale. Po ka ndryshuar shumë. Pra dikur nga ju Gjensila që na dhuronte Perla me vokalin e saj që kapte dhe nota të larta, sot fokusohet te kërcimi, te muzika, dhe kjo te ndikon. Të jap kalon një shembull, pastore. të jap një shembull dhe të them se si publiku ynë është i drejtuar dhe pëlqen këtë gjë. Gjensila në këtë periudhë që flasim tani, nga shkëputja e labelit që ishte tani që është me labelin e Ledrit, ka publikuar një këngë që quhet A kjo jeta ime. Një super duhet balad, të dalë. një super tekst, një super Po, e dhimbje, di një pse- ulërim, të mbaroj lutem, një super dhimbje e Gjensilës që ndonjëherë jep zë. Sa klikime ka ajo këngë? Po mbase sepse Fare pak, Po ja, po mbase ta- sepse jo, nuk jo, është pëlqyer jo, mbase do ta- ashtu. ja ta them unë Fare pse. pak, ke këngën tjetër Zemër e helmuar. Ja ta them unë pse. Prap. Pse i esin atëherë dhe jo tani, sepse publikun ti po ushqeve non stop Gjatë me gjithë një kohës. mënyrë, ti kur jep një gjë të re thot, po se unë Gjensilën e Se dua ka vetëm për artistë që tërmet. bëjnë balada sot e kësaj dite dhe baladat u ecin. ecin. Sepse të Nuk njëjtën është gjë nuk ka është problemi bërë te gjithë balada.